Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në emisionin tonë të përjavshëm Okult me Avokatin. Si zakonisht në vazhdën e emisioneve tona, në vazhdën e dy tematikave që kemi zgjedhur për të biseduar me ju, për të rrafur të dy problematika, domethënë që kanë vërtet janë plagë në vendin tonë, është pronësia dhe divorcet në vendin tonë. Do vazhdojmë në aty ku e lam në emisionin e kaluar, pra historiku si ka ardhur e drejta e pronësisë ndër vite, historiku i pronës shqiptare, shkaqet, pasojat, sfidat që kanë hasur shqiptarët, pronar të tokave, pronar të trojeve, të tyre, sfidat që i është dashur të përballen ndër vite ose të ndër shekuj për të fituar ose për të siguruar ose për të garantuar, për të gëzuar të drejtën e tyre mbi pronë. Si zakonisht, do të falenderojmë sponsorat tanë që kanë bërë të mundur së bashku me zotin Cako, të cilët bëjnë të mundur këtë emision, bëjnë të mundur që ne të kemi një bashkë bisedim me ju për temat më problematike në vendin tonë, që hasim çdo ditë ose shumë familje shqiptare hasin, për të bashkuar zërin bashkarisht për të rrahur problemet dhe për të krijuar një strukturë, për të krijuar zërin e pronës, me shpresën që do dëgjohemi dhe zëri jon të dëgjohet dhe ligjet që janë të cunguara, siç e kemi thënë, që vinë të cunguara edhe sot e kësaj dite, të mund të rregullohen, të mund të përmirësohen, që shqiptari të mbylli një herë për gjithmonë plagët e tij, siç është pronësia, e cila është një plagë që nuk është mbyllur ndër vite, ndër shekuj. Falenderojmë gjithashtu të gjithë ato që na kanë shkruar, të gjithë ato që na shkruajnë, të gjithë ato që kërkojnë që na kërkojnë mendim, që na kërkojnë këshilla, të gjithë ato që na kanë sjell histori të tyre ose edhe të afërm të tyre e kanë ndarë me ne, dhe falenderojmë edhe ato që na kanë pyetur dhe na kanë kërkuar që t'i përgjigjemi. Gjithashtu do të kujtoja që mos nguroni të bëni subscribe në kanalin ton. Të gjitha këshillat janë falas, të gjitha mendimet tona, opinionet ndaj aty problematikave që keni do të vinë falas për ju. Radhës që shkoi, ne folëm për, siç e tham, për rrugtimi historik i të drejtës së pronësisë së shqiptarit, sfidat, shkaqet, sfidat, pasojat, cilat i është ndeshur shqiptarit. Sot do të vazhdojmë me këtë temë, por do doja t'ju kujtoja që në emisionin e ardhshëm ne do të hapim një temë, besoj se është një shpika më e nxehtë për sa i përket të drejtës së pronësisë, është krimi dhe prona. Do të flasim pak për shumë krime që janë kryer, vazhdojnë të kryen në emër të pronës ose për shkak të pronës, për shkak të problematikave të ndryshme që nuk po gjejnë dot zgjidhje në vendin tonë. Kanë ndodhur, vazhdojnë të ndodhin për fatin tonë të keq shumë krime, do të thoya edhe nga makabër, nga monstruoze, krime edhe brenda familjes. Por gjithsesi, këtë temë do ta flasim radhës që do vi. Tani le të vazhdojmë pak aty ku e lam për rrugtimin e shqiptarit në të drejtën e pronës. Tham si ka ekzistuar e drejta pronës. E drejta pronës ka ekzistuar pra fillim e pashkruar, e drejta zakonore shqiptare, që midis të drejtave të tjera ka qenë edhe e drejta e pronës, ka qenë siç kanë qenë të drejtat të pashkruara, thjesht zbatoheshin ato rregullat zakonore sipas edhe trevave. Më pas, këto rregulla u shkruan nga autorë të ndryshëm që morën iniciativën kurajon të shkruajnë të rregull dhe u përmblodhën në kanune. Siç e kemi thënë, siç e tham, kanunet më të rëndësishme që funksiononin në vendin tonë ka qenë kanuni Lek Dukagjinit, kanuni Skënderbeut, kanuni Lavëris e disa kanune të tjera, të cilat disa prej tyre janë gjurmët e tyre vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite.
problematika e pronës në fakt në Shqipëri është një plagë që vazhdon të ketë ndikim të madh social dhe ekonomik. Rikthimi i pronave është një nga pikat më të nxehta, rikthimi i pronave, pasi rrugtimi i të drejtës së pronës për shqiptarin pati një fund në regjimin komunist, pati një fund faktikisht shumë të hidhur, sepse shumë prona private, gati e gjithë prona private u të kurrë, pronat u sekuestruan dhe kishte shumë pak domethënë pronë private në Republikën e Shqipërisë në vitet në udhëheqjen komuniste. Pra kjo është rikthimi i pronave të konfiskuara, është një veprim thuajse i domosdoshëm për të dhënë drejtësi mbi pronat ose mbi gabimet që janë bërë mbi shkeljet e pamata që janë bërë për sa i përket të drejtës së pronës, mbi konfiskimet që janë bërë pronarëve legjitim në vendin tonë. Pra, kthimi është një hall kryesor, kthimi i pronës i pronarëve që ju sekuestruan gjatë regjimit komunist. Atëherë do të vim në kanunet, siç e tham, se e kaluam pak sa këtë temë. Kanuni Lek Dugagjinit ishte një kanun që vepronte në kryesisht në veri të vendit. Kanuni Lek Dugagjinit kishte një tipar të veçantë, sepse mbronte ose kishte dhe pronat e kishës. Pra kanuni Lek Dugagjinit përcaktonte edhe të drejtat e pronës, të cilat zotëroheshin nga kisha. Kemi kanunin më të përhapur në jug, është kanuni që vepronte pra në jug, kanuni kemi kanunin e Lek Dugagjinit, më fal. Kemi kanuni i Pap Zhulit, është një nga kanunet që ka vepruar për shumë kohë në vendin tonë. Kanuni Idris Sulit, kanuni Labëris, pra kanuni që ka qenë që vijnë ato të tij, domethënë normat e tij vijnë edhe sot e kësaj dite në vendin tonë. Pastaj gjithë kjo ka ekzistuar deri në vitet kur u themeluan 1928-1929, kur u bë kodi i parë civil në udhëheqjen, atëherë Shqipëria ishte në udhëheqjen e mbretit Zog, u themelua kodi i parë Shqipërisë deri në këtë kohë, e drejta e pronësisë në Shqipëri rregullohej në bazë të normave dhe kritereve që ishin vendosur nga qeveria osmane, të cilat datonin shumë hershëm. Pra që kodi i tokës i qeverisë osmane dhe kodi civil osman kanë qenë dy kode të cilat kanë rregulluar marrëdhëniet e pronësisë ndër vite deri në fillim të viteve 1928-1929, ku pra tham që u themelua dhe kodi i parë civil shqiptar. Aty, pavarësisht se ishte kodi jonë i parë, ky u mbështet kryesisht edhe në eksperiencën e qeverisë në kodin osman të deri atyre viteve. Më pas prona private u pati pra një goditje shumë të madhe me çlirimin e Shqipërisë pas luftës së dytë botërore, dhe me çlirimin e Shqipërisë prona private pati një dëmtim shumë të madh. Aty ka marrë dëmtimet më të mëdha prona private, e cila, siç e tham, u të kurrë deri në masën 70-80% gjatë regjimit komunist. Dhe një nga goditjet kryesore ose një nga ligjet kryesore të cilat ndikuan shumë negativisht në jetën sociale e ekonomike të vendit tonë ishte reforma agrare, ku bujkut, qivrigarit, çdo personi tjetër që gëzonte tokë bujqësore, toka ju morë dhe u bën model kooperativa, pra një prona e përbashkët socialiste
famkeqja prona e përbashkët socialiste. Asnjë nga ish-pronarët nuk kishte të drejta më reale mbi pronën, por kjo pronë u kolektivizua, u bën kooperativat, pra siç të famkeqet kooperativat. Po kështu edhe në qytete, prona private u sekuestrua, çdo pasuri tjetër u konfiskua, pra gjatë periudhës 44, 45 e më tutje. U nxorën disa ligje dhe norma, të cilat vazhduan jetën e tyre juridike deri mbas viteve 90. Pra, ekonomia e Shqipërisë ose prona private e Shqipërisë thuajse nuk ekzistonte më. Çdo pronë i kaloi shtetit. Shteti kishte çdo të drejtë, ishte pronar i vetëm mbi pronën, qofshin këto në zonat rurale, qofshin ose në qytete. Fabrika, uzina, të gjitha që ekzistonin më përpara u konfiskuan dhe të gjitha kaluan në pronësi shtet. Pronari i vetëm ishte shteti. Kjo sigurisht që ishte një nga veprimet që cënoi rënd të drejtat e pronarit, cënoi rënd të drejtën e pronës private, e cila pra thuajse nuk ekzistonte deri në vitet 91 dhe ose 93 më saktë, kur ndryshoi dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në hartimin e Kushtetutës së re, pra i dha një rëndësi të veçantë pronës private, i dha një rëndësi të veçantë pronarit mbi të drejtën reale të pronës, pronarit legjitim të pronës, i dhanë të drejta që nuk ishin njohur më parë, ose ishin cënuar, ose ishin shkelur, ose nuk bëshe fjalë që të ekzistonin në periudhën komuniste. Sigurisht u futën u njoh edhe konventa mbi të drejtat themelore të njerëzit, ku një nga shtyllat ose një nga të drejtat kryesore është dhe drejta pronës. Më pas, kjo e drejtë ka evoluar pak, të themi me keqardhi që ligje të ndryshme që janë aprovuar ose kanë dalë mbas viteve 91-93, në fakt kanë përplasur njëra tjetrën dhe nuk është se kanë zgjidhur problematikën, nuk është se kanë zgjidhur këtë problematikë. Problematika për kthimin dhe kompensimin e pronave të pronarëve të ligjshëm, për kthimin e pronave të sekuestruara, është një plagë që vazhdon të jetë e hapur, vazhdon të jetë prezente në jetën tonë, në jetën sociale, ekonomike, sociale të vendit tonë. Vazhdon pra kjo plagë. Ligje të shumta që janë hartuar nuk e kanë zgjidhur absolutisht këtë problem. Prandaj ne ndërmarrim edhe këto emisione që të cilat vinë tek ju për të ngritur zërin, për të dëgjuar, për të patur zërin e pronës, pra, për të shfaqur problemet tona lidhur me pronën, lidhur me këto problematika që vinë ndër vite, me qëllimin që ligji të përmirësohet, kuadri ligjor të përmirësohet dhe e drejta e pronës të mos cënohet më, por prona të shkojë tek pronari ashtu siç ka qenë pra. Për shqiptarin, prona nuk është vetëm një drejtë, prona, siç kemi thënë, për shqiptarin është një trashëgimi, prona për shqiptarin është çdo gjë, pra shqiptari ka si thua shpirtin, ka çdo gjë të lidhur me pronën, të cilën vit pas viti të drejtat lufton për të drejtën e pronësisë, lufton për të arritur të drejtat që janë shkelur vazhdimisht nga regjimet. Kështu pastaj kemi ligjin themelimin e ligjit për kompensimin, kthimin dhe kompensimin e pronave, i cili në fakt u përpoq të bënte një kuadër ligjor të plot ose të vinte në ndihmë ish-pronarëve, por shumë pak ja arriti qëllimin, sepse siç kemi thënë në çdo emision tonë, ish-pronarët vazhdojnë të vuajnë, vazhdojnë të enden dyreve të gjykatave, vazhdojnë mos gjejnë drejtësi, vazhdojnë që prona e tyre të mos merret, vazhdojnë të mos e gëzojnë pronën. Shumë pak e kanë arritur që ta përmbyllin atë ciklin e kërkimeve ose të gjykimeve, shumë pak kanë arritur ta gëzojnë pronën, shumë pak nga ish-pronarët e vërtet kanë arritur të gëzojnë dhe të zhvillojnë pronën e tyre private.
ne na vjen keq që ne jemi në këtë pikë që shqiptarët vuajnë edhe pse kemi 30 ca vite demokraci, edhe pse kemi 30 ca vite që ligje kanë dalë njëra pas tjetrës, na vjen keq që vuajnë, por ligjet që përplasin njëra tjetrën. Shteti duhet të ketë një kuadër më të qartë ligjor, duhet të hartohen disa ligje ose nisma ligjore dhe të kurorëzohen me ligje, të cilat i vinë vërtet në ndihmë ish pronarëve që prona i është marrë, i është sekuestruar gjatë viteve 45 në vazhdim të regjimit komunist socialist. Prandaj, të gjithë së bashku të bashkojmë, të ngrejmë zërin, të gjithë së bashku të themi këtu historitë tona, hallet tona, problemet tona, që siç e thash për të disa të herë, që zëri jon të mund të dëgjohet. Unë tani duke shpresuar në një të ardhme, duke shpresuar se sigurisht e drejta e pronës për ish pronarët do shkojë në vend, duke shpresuar që të gjithë së bashku do arrijmë ta fitojmë këtë të drejtë, do arrijmë ta ngrejmë zërin të ta fitojmë të drejtën mbi pronën si një drejtë legjitime që ka qenë tempull në gjithë historinë e Shqipërisë. Do t'i përgjigjem disa pyetjeve të cilat kanë ardhur në redaksin tonë, në numrin tonë telefonit. Do t'i përgjigjem disa pyetjeve që na kanë kërkuar persona të ndryshme që na kanë besuar, na kanë kërkuar t'i përgjigjemi dhe sigurisht do t'i përgjigjem publikisht të gjithë këtyre personave. Nuk do t'i përmendim me emra për shkak të ruajmë atë anonimin të këtyre personave, po do t'i përgjigjem si kauzë problematikave të tyre. Edhe pse gjatë gjithë emisioneve tona ne faktikisht i kemi prekur shumë problematika, shumë halle të shqiptarëve për sa i përket pronës, në një mënyrë ose një tjetër thuajse kemi thënë shumë gjëra, shumë vështirësi, shumë probleme ose kemi dhënë ide të ndryshme, por i përgjigjem një personi nga X-it nga Tirana, i cili thot se gëzon një pronë truall për më shumë se 20 e sa vite, për më shumë se 22 vite. Këtë pronë ai e gëzon në fakt pa jo me mirëbesim, me keqbesim, e gëzon pa ndonjë dokument të shkruar, por gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë këtyre 22 viteve, personi ka punuar tokën, ka paguar detyrimet në shtet çka ka pasur për të paguar, është sjell pra gjatë 22 viteve, thotë që është sjell si pronar i vetëm, i ligjshëm, i legjitim i kësaj prone. Edhe pra pse nuk e ka të regjistruar në ASHK, në regjistrat hipotekor. Nëse e kemi thënë dhe po e ritheksoj, nëse prona që ju zotëri posejdoni, të cilën pretendoni se e keni punuar, e keni zhvilluar gjatë gjithë këtyre 22 viteve, është një pronë që sipas ligjit shqiptar është prona që ju mund ta fitoni pronësinë e saj me parashkrimin fitues. Parashkrimi fitues ku ligji sankcionon që nëse ju nuk keni pasur një dokument dhe jeni me keqbesim, jo me mirëbesim në posedimin e kësaj prone, duhet të kalon 20 vjet që ju të kërkoni të bëheni pronar të pronës, pronar legjitim për atë pronës, me kushtin e vetëm që posedimi juaj të ketë qenë i pandërprer. Pra ju mos keni pasur probleme nga pronar legjitim të mëparshëm, mos keni pasur konflikte gjyqësore ose konflikte të tjera reale. Pra posedimi i kësaj prone duhet të ketë qenë i qetë dhe i pandërprer. Është kusht kryesor ligjor. Posedim i qetë dhe i pandërprer. Në këtë moment, nëse ju i keni plotësuar këto kushte ligjore, atëherë keni të drejtë të drejtoheni gjykatës kompetente për të kërkuar për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues. Pra është lloji i padis, është një nga fitimet e pronësisë që është në fakt është i dalë rishtazi, i dalë nga problemet që vendi jon pra ka hasur, ka përjetuar, edhe një nga fitimet e pronësisë i cili është kultivuar më pas, është edhe fitimi i pronësisë me parashkrim fitues, i cili është rasti tipik, rasti juaj.
Ju pra drejtoheni gjykatës kompetente, mund të zgjidhni një jurist, mund të ju orientojë një jurist, një avokat, dhe për të ngritur padin dhe të kërkoni fitimin e pronësisë me parashkrim fitues dhe detyrimin e ASHK-s, e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për t'ju regjistruar këtë pronë të cilën vjen pra ose do vi nga vendimi i gjykatës mbi parashkrimin fitues. Kjo është një problematikë që ne kemi hasur, e kemi diskutuar, por për shkak se na keni pyetur disa herë, e sollëm përsëri në vëmendje, e ridiskutuam ose e tham para jush se si duhet veprohet. Ky është një problem, jo vetëm i këtij zotërie, jo vetëm i disa personave, ky është një problem i cili është hasur shpesh në të drejtën e pronës në vendin tonë gjatë periudhës 30 ca vjeçare pas rënies së regjimit komunist. Pra, të gjithë këto persona që kanë të njëjtin problem, kanë të njëjtin situatë, mund t'i drejtojnë gjykatës. Pra, edhe një herë e përsëris për të gjithë ato që na dëgjojnë, na ndjekin, kusht i domosdoshëm është gëzimi i pronës, gëzimi posedimi i pronës, pra, i pronës për mbi 20 vjet, qetësisht dhe të jeni sjell si pronar legjitim, si pronar i vetëm mbi pronë. Do t'ju falenderoj domethënë që ju na pyesni dhe mos nguroni të na pyesni për çfarë do lloj problemi, ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt të mundemi, edhe pse është një mori, një lum pyetjesh. Tani, duke ndryshuar pak temën, duke kaluar në temën tjetër të divorceve, do t'i përgjigjem dy zonjave, të cilat na kanë shkruar, po edhe këto probleme që na kanë shkruar janë probleme që ne i kemi rrahur, i kemi trajtuar në emisionet tona të përjashme. Një zonjë na pyet, është e divorcuar për disa vitesh, djali i saj, i cili është 9 vjeç tashmë, ka nevojë për një kurim, por zonja ka siguruar që djalin ta kurojë jashtë shtetit, në një shtet të Europës, nuk është e rëndësishme se. Dhe ja ka kërkuar ish bashkëshortit të saj që t'i japi autorizimin, t'i japi lejen që djali mund të udhtojë me nënën jashtë Republikës së Shqipërisë. Është një detyrim ligjor, pra që ligja jon e kodi jon i familjes e përcakton, por ish bashkëshorti e përdor këtë thot si armë për t'u hakmarr ndaj divorcit, e përdor si armë më tepër për ta mbajtur akoma në presion zonjën dhe nuk e lëshon autorizimin, edhe pse është sigurisht për të mirën e djalit të tij, është edhe i tij, jo vetëm i zonjës. Unë do t'i thoja zonjës se ky është një problem që zgjidhet shumë lehtësisht, e kemi thënë në disa emisione, është një problem që zgjidhet shumë lehtësisht, ju do t'u drejtoni gjykatës kompetente për të kërkuar një autorizim. Duhet paraqisni aty një kërkesë që do ta shoqëroni sigurisht me çfarë keni ju në ndonjë letër, aty ku keni marrë ose ku keni marrë mundësinë ose ku keni marrë lejen që ta kuroni djalin, një letër pra nga spitali ose nga ndonjë klinikë private, duhet ta paraqisni në gjykatë dhe menjëherë gjykata nuk refuzon, pra gjykata duhet falenderojnë në këtë rast sepse nuk kanë refuzuar, kanë dhënë menjëherë zgjidhje në këtë rast. Gjykata do t'ju lçoj autorizim, pra do të bëni të kërkoni autorizimin për të lëvizur me djalin jashtë shtetit. Kjo është një problem shumë që zgjidhet menjëherë dhe do të gjeni zgjidhje. Mos nguroni të drejtoheni sa më parë gjykatës që mos jetë vonë për shëndetin e djalit tuaj. Një pyetje tjetër dhe do jetë e fundit sepse duhet ta mbyllim. Një pyetje tjetër që na ka drejtuar një zonjë është që djali i saj ka mbushur në tetor 18 vjeç. Sipas vendimit të gjykatës, djali pas divorcit, djalin për rritje dhe edukime ka pasur zonja dhe ish bashkëshorti është detyruar sipas kodit ton familjes ka qenë detyruar të paguajë një pension ushqimor në shumën për X lekësh. Në momentin që djali ka mbushur 18 vjeç, ish bashkëshorti ka ndërprer dhënien e pensionit ushqimor dhe nuk paguan më pension ushqimor për djalin. Zonja është letuar në redaksin ton duke kërkuar një informacion nëse ka të drejtë të kërkoj të vazhdoj pensionin ushqimor
pasi djali është në marrëdhënie shkolle, nuk i ka shkëputur marrëdhëniet e shkollës, pra është në marrëdhënie shkollës të mesme. Apo jo. Edhe kësaj zonje do t'i përgjigjemi sigurisht, por janë probleme që ne i kemi rarur dhe jemi përgjigjur edhe në raste të ngjashme, edhe në raste thuajse të ngjashme. Atëherë edhe pse vendimi i gjykatës thotë që efektet e pensionit ushqimor janë deri kur fëmia të jetë 18 vjeç, pasi 18 vjeç quhet akoma i mitur, mbas 18 vjeç nuk quhet më i mitur, hyn në adult. Pensioni ushqimor nuk duhet të ndërpritet nëse fëmia është në marrëdhënie shkolle. Pra duke qenë se fëmia juaj vazhdon të jetë në marrëdhënie shkolle, pensioni ushqimor nuk duhet të ndërpritet. Jo vetëm kaq, por nëse fëmia ndjek studimet pas studimet universitare, përsëri pensioni ushqimor nuk duhet të ndërpritet. Pensioni ushqimor nëse fëmia është në marrëdhënie shkolle, ndërpritet vetëm deri në moshën 25 vjeç, pastaj nuk ka më, sikur të jetë në shkollë ose jo. Pra, ndërprerja e pensionit ushqimor ka qenë një gabim i madh nga ish bashorti, nga babai i djalit, dhe i bëjmë thirrje jo vetëm këtij zotërisë, por edhe të gjithë personave që mund të kenë episode të ngjashme, pensioni, mos e ndërprisni pensionin ushqimor, se pensioni ushqimor nuk ndërpritet nëse fëmia juaj vazhdon të jetë në marrëdhënie shkolle, edhe pse ka mbushur 18 vjeç. Kjo ishte përgjigjja jone edhe për këtë zonjë, duke ju falenderuar të gjithë ato që na shkruajnë, të gjithë ato që kanë kërkuar që ne t'i japim një mendim, kanë sjell historitë e tyre në këtë emision, i falenderojmë dhe i themi të gjithë të tjerëve që mos nguroni të ndani me ne historitë tuaja, historitë të afërme tuaja, na shkruani për çfarë lloj problemi ne sapo ta konstatojmë, do t'ju përgjigjemi ose në emision publikisht, ose dhe me mesazhe si të jetë e mundur, ose ashtu si ju ta kërkoni. Do ta mbyllim edhe për sot këtë temë, duke ju kujtuar edhe një herë se në emisionin që vjen do të kemi një temë shumë të rëndësishme, shumë të nxehtë, një temë që ka shkaktuar plagë të pafunda, plagë që besoj se nuk do të mbyllen kurrë për popullin ton, për vendin ton, prona dhe krimi. Mos nguroni të na ndiqni, pra dhe në emisionin ton të radhës. Ju faleminderit edhe për sot nga unë avokat Artan Gjuzi në emisionin Okult me avokatin. Faleminderit.